Problemi jonë dhe shqetësimi jonë është rruga e Varrezave është shumë e keqe. Siç e patë edhe vetë, këtu në raste të tilla kur ndodhin fatkeqësira ne nuk në zor të madh ngritemi lart. Nuk është muhabeti tipi na kalojmë, marrim me hitin në kraq e çojmë lart afërsisht 600-700 metra. Sa metra është ky segment rrugor të është amortizuar dhe prej sa kohësh është në këtë gjendje? Ky kështu ka qenë edhe këto çika mirëmbajtje neve i kemi bërë vetë me forcat tona, kështu që shteti s'ka vendosur fare për të punë. Jemi ankuar një herë më përpara para një afërsisht po bëjmë një vit apo një vit e gjysmë, ankuar kështu zyrtarisht me fjalë, edhe nëpërmjet mediave, edhe gjë më sot s'është bërë asnjë. Kështu që ne kërkojmë që si njësi administrative e Bashkisë Fieri që jemi, si taksa pagues të rregull që jemi, na shikohet edhe kjo puna e rrugës Varreza. Këto janë Varrezat e Cakanit të Ri, sa banor ka kjo zonë? Kjo është Varreza e fshatit Cakani i Ri, mund banor saktësisht nuk e di, po mund të ketë avërsisht. Avërsisht ja 8-900 po, janë banor të se fshat i madh. Më rënd bëhet situata në dimër? Në dimër po nuk diskutohet. Në dimër edhe në verë e keqe është situata, edhe në verë është keqe se dalin ato dhërat gjërat shumë, nuk kaloj një makinë, nuk kalon dot mbrapa saj se bëhet tërplur, po më keq është në dimër.